Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë tjetër. Sot do të vi me recetën e shëndetlisë. Unë do ta përgatis shëndetlinë sipas mënyrës sime. Përbërësit i kemi gati, fillojmë pa humbur kohë ta përgatisim. Si fillim do të rajmë vezët. Vezët duhet i kemi vezë ambienti. Nuk duhet i kemi vezë që i nxjerrim nga frigoriferi në atë moment që ne do të përgatisim shëndetlinë apo çdo lloj ëmbëlsire. Fillojmë të rajmë vezën. E mira është që shëndetlia të përgatitet nëpërmjet një rase vezësh, jo elektrike, po mekanike. Do t'i rajmë mirë derisa të përfitojmë një masë homogjene. Vendosim sheqerin. Do ta rajmë derisa sheqeri të na atrehet plotësisht. Gjalpin e shkrirë, mjaltin, e trazoj mirë që dhe mjaltit në atretet plotësisht me masën që kemi përgatitur në këtë moment. Mjalti, veza dhe sheqeri në e bërë një masë e njëjtë. Tani është momenti që të vendosim mielin. Mielin, para se ta hedhim, duhet ta sitim. Është shumë e rëndësishme për ajrosjen e mielit. Mielli që kemi hedhur na shtretur plotësisht. Tani do të hedhim pjesën tjetër. Kështu do të veprojmë derisa ta hedhim të gjithë mielin. Do të vendosim edhe sodën. Tani është momenti që rasen e vezëve ta ndroj me një shpatull silikoni. Vendosim arat. Këtë radhë arat i kam ngrirë. Recetën e parë që kam bërë, para 2 vjetësh, i kam coptuar. Trazoj mirë që arat të shpërndahen në gjithë masën e brumit. Arat në janë shpërndarë shumë mirë dhe tani do ta vendosim në tavë. Para se ta vendosim në tavë brumin, do të lyejmë tavën me qalp. Nëpërmjet një furçe silikoni e lyejmë tavën dhe poshtë tavanit së saj e lyejmë dhe në anësoret e tavës, sepse brumi do të vijë. Vendosim brumin. Shëndetlia e do masën e brumit më të trash se sa ëmbëlsirat e zakonshme si janë keket apo mini keket. Do të hapim në gjithë masën e tavës që brumi të jetë në mënyrë të barabartë në gjithë sipërfaqen e saj. Do ta fusim në furrë në temperaturën 150 gradë për 45 deri në 50 minuta. Furrën e kemi parangrur më përpara.
Sherbetin do ta përgatisim mbas 40 minutave që shëndetlia ka filluar të piqet. Për arsye sepse sherbeti dhe shëndetlia duhet të jenë të dyja të ngrohta. Vendosim sheqerin. Vendosim dhe ujin. Vendosim dhe një fet limoni. Nga momenti i zjerjes do ta lëmë 6 deri në 8 minuta. Sherbeti ka përfunduar. Në momentin që mbushet komplet me fluska, atëherë është momenti që ne duhet ta heqim sherbetin. Shëndetlia ka përfunduar. Të shikojmë na ka kulluar apo jo. Na ka kulluar shumë mirë. Fillojmë ta presim. Shumë mirë dhe na ka kulluar shumë mirë. Gjithë sherbetin. I vendosim një tabaka sipër deri sa shëndetlia ta ketë pirë plotësisht sherbetin dhe të ztohur plotësisht. Shëndetlia na shtohur plotësisht, gjithashtu e ka thithur të gjithë sherbetin. Tani na ngelet vetëm ta shikojmë se si na ka dalë. Shëndetlia na ka dalë shumë e mirë. Tani na ngelet vetëm ta shijojmë. Ju bëftë mirë.